punën që ka nisur dhe ato 500 dosje që ka për korrupsion dhe krim të organizuar do vazhdoj të jetojnë në të njëjtën formë siç kanë bërë deri tani. Po, për t'ju themi diçka qytetarëve që SPAK-u nuk mund ta bëjë këtë vend me demokraci. Pra, institucionet e drejtësisë në vetvete nuk janë aty për ta bërë vendin më demokratik. Më demokratik. Janë qytetarët shqiptarë përmes votës dhe përmes qeverisjes që zgjedhin me 11 maj në këtë rast, që bëjnë vendin më demokratik dhe më të jetueshëm. SPAK-u dhe institucionet e tjera të përndjekjes që punojnë për llogari të shtetit shqiptar ndjekin shkeljen penale në vend. Pra, nëse një qytetar bën një shkelje penale, ata e përndjekin sipas kodit të procedurës penale. Qëllimi i tyre nuk është rikthimi i demokracisë apo bërja e përmirësimi i demokracisë. Jo, ata janë pasoja blokimi i elementëve që pengojnë demokracinë. Domthonë, heqja e këtyre elementeve që turbullojnë demokracinë, njerëzve që korruptojnë, njerëzit që tentojnë të manipulojnë votën, të tjetërsojnë vullnetin e shqiptarëve, këtu po, por ata janë pasoja. Nuk është qëllimi në vetvete, sepse nëse prokurorët do vendosnin që lavdrimi apo dikush tjetër pengon demokracinë dhe ky duhet izoluar, kjo nuk është më një, nuk është më një kompetencë që ata e kanë me kushtetutë. SPAK-u apo institucionet të tjera duhet jenë të verbër ndaj ligjit dhe ndjekjes penale që jep ligji. Lavdrim që armiku më i madh i demokracisë është korrupsioni dhe SPAK-u ka ardhur për të goditur pikërisht armikun më të madh të demokracisë që në një farë mënyrë eliminon demokracinë, asgjëson demokracinë që është korrupsioni. Pra goditja e korrupsionit automatikisht sjell një, le të themi, një demokraci shumë herë më të shëndetshme dhe më përvojësuese. Korrupsioni dhe krimi organizuar. Nëse ne shikojmë statistikat e SPAK-ut për 2024, çështjet e korrupsionit zën vetëm 30% të dosjeve të hetuara. 70% të tjera janë për vepra tjera penale që kanë të bëjnë me narkotrafikun ndërkombëtar dhe trafiqe të tjera të krimit organizuar, banda, grupe strukturuar kriminale dhe veprimëri të tjera. Pra, vetëm 30% ka të bëjnë me korrupsionin, çka do thotë që SPAK-u i ka dhënë prioritet pakon për 2024 luftimit të bandave dhe grupeve kriminale. Dhe ndarja e detyrave në SPAK nga drejtuesi i institucionit Altin Domani, që disa prokurorë të jenë specializuar për ndjekjen e krimit organizuar dhe disa të tjerë për korrupsionin dhe veprat e tjera penale ka çuar në këtë performancë. Nëse më parë me rastin e Krajës, pra drejtuesit më parashëm të SPAK-ut, kishte një logjik që prokurorët hetonin njëkohësisht dosje korrupsionit dhe dosje të krimit organizuar dhe kishte një, si them, jo një pengesë, por si them, nëse ti specializohesh në një gjë e ke më të mirë apo më të, si them, më të sigurt ecin përpara. Nëse specializohesh për goditjen e krimit organizuar, ti njeh më mirë narrativën e bandave, njeh të gjitha dosjet në themel, shpeshherë dosjet në Shqipëri për shkak të krimit organizuar ndërlidhen me njëra tjetrën dhe ti e ke shumë qartë panoramikën se ku vepron, se kur merr një dosje ke efikasitetin më të lartë. Ke një dosje politike apo një dosje terrorizmi, po them që ta shfokuson komplet veprimtarinë tënde, sepse duhet të shikosh ligjet, të shikosh metodat e hetimit, bashkëpunimin, pra ka një procedurë si në çdo fushë. Jo, për ta mbyllur me një batutë se edhe bashkët e këto shkëmbimet e mesazheve që i bën Ramës, i thot ku i ke shokët, nuk i thot do shkosh te shokët. Pra, edhe ai e di që Rama do të vazhdojë pas 11 majit dhe thjesht Rama do ketë shok të rinj. Kaq është kjo histori. Pra, po ta shosh vëshre, Rama nuk rrezikon. Nuk i thot asnjëherë Basha Ramës që do shkosh te shokët. Po thjesht ku i ke shokët. Okej, shokët janë aty te vendi, dim gjithë ku janë shokët. Ku është problemi? Këtu do vazhdoj me disa ministra të rinj, do vazhdoj me disa deputet të rinj dhe kjo është histori që është një mesazh dhe besoj unë e shoh të mundshëm që një nga shokët e Ramës pas 11 majit mund të jetë Basha. Po shoqet se i tha. Po shoqet ajo ishte se i tha dhe Basha që kanë. Po shumë e rëndësishme kjo ta shoqet e bërë më të rrezikshme se shokët tashmë. Po jo vërtet. Se në mungesë të shokëve shoqet kanë marrë super xhiro.
dhe qeverisin miliona euro në buxhetet e tyre të ministrive, apo me mungesën e vëmendjes së tyre, na detyrojnë neve të jemi më të kujdesshëm për salmonelën dhe për shumë probleme të tjera, sepse shoqja i drejtojnë këto ministrit dhe që kanë dalë problematike. Për fjalin apo për atë që thot Basha, ku i ke shokut për Ramën, do më thënë që duhet bërë edhe një bilanc, sepse ky me këto shok ka qeverisur. Do më thënë, Beliaj, Tahiri, të gjithë këto ishin kapitenët e qeverisjes. Lad, ndërkohë që Denisi thotë që pas 11 majit nëse Rama fiton me një shumicë caktuar, nuk do të merret më me Spakun. Rezarti thotë që jo, Spaku nuk, pavarësisht se asaj se kush do fitojë në 11 maj, Spaku do të vazhdojë goditjen. Ti si mendon? Unë mendoj që ai ka bërë të qarta tani idetë e tij për drejtsinë dhe për zhvillimin e Shqipërisë. Në disa intervista ai ka thënë që lejet e ndërtimit dhe ky zhvillimi i vrullshëm dhe i dhunshëm që ka Shqipëria me ndërtimet e kullave dhe ndërtimet në përgjithësi do të vazhdojë edhe për një 4 vjeçar tjetër. Dhe në frontin e drejtësisë ai do vazhdojë me komisionet ad hoc për qendrimin e reformës në drejtësi, duke ngritur mekanizma të cilët t'ju kërkojnë llogari në institucioneve të pavarura të drejtësisë. Pra do vazhdoj përpjekjen për ta penguar, le themi. Po mbaroi komisioni sot, Lavdrim. Sot mbaroi, s'ka më çfarë do kërkoj. Me parlamentin e ri mund të ndërkohen komisionet do të reja. flasim prapë, po do duhen muaj që të sot mbaroi Xhafa, s'ekziston më. Do vazhdojmë, po flasim hipotetikisht për me që mbaroi Xhafa, mbaroi dhe përpjekja e Ramës për goditur. Është rëndësishme se dia, me që na i tha Rezi. Nuk mendoj që përpjekjet e Partisë Socialiste për të qenë prezente në institucionet e drejtësisë, me institucione, me mekanizma kontrolli, do demotivohen nga zgjedhjet apo nga rezultati pas zgjedhjeve. Të paktën për disa muaj, do ketë ndonjë përpjekje e shef, se përpjekjet duhet të bëhet dhe ligjore, se kështu me llafe me telefon nuk ne skemi si e kuptojmë, po ligjërisht unë nuk shoh nga PS-ja të bëj diçka konkrete në parlament për dëmtuar Spakun, se s'ka më mundësi. Ose edhe nëse ka pas një ide, tani se ka më atë ide, meqense komisioni përfundoi. Këtu e kam thelbi, se me telefon ne nuk e dim këmer Rama apo këmer ku di un Manja apo nuk e di. Shpresoj mos marrë asnjë. Po prapë të po them po. Se ligjërisht them unë. Por ne po flasim sepse Redi tha pas zgjedhjeve. Jo, çfarë do ndodh pas zgjedhjeve me Spakun? Pas zgjedhjeve me rezultat. Mendoj që Spaku e ka kursinë e vet. Po, dakord jemi. Dhe të qetë besoj. Dhe ka kursinë e vet dhe ne nuk i kërkojmë të bëj mrekullira, por të ndjekë ligjin dhe nëse ka dosje që duhen çuar në gjykat, sepse nëse nuk i çon në gjykat, ata ju diken dhe fatet dhe ka probleme të tjera dhe normalisht që ata janë të vëmendshëm dhe përbes të fateve. Ka thënë dhe Dumani vet që ne nuk kemi punë me fushatën zgjedhore, ne shikojmë dosjet në tërësi. A ndikohen ata nga politika, a ndikohen ata nga fushata? Sigurisht që ndikohen, nuk po them që nuk ndikohen. Ata ndoshta nuk e tregojnë për shkak të integritetit të tyre dhe asaj që japin në publik, por ne e dim shumë mirë që institucionet e drejtësisë i lexojnë lajmet, i lexojnë informacionet. Ky plani strategjik kishte një forcim të marrëdhënies me median, forcim të marrëdhënies me, le të themi, me përpjekjen për të investuar në përmirësimin e imazhit publik. Më bëri përshtypje që ishte pikë veçantë, domethënë, e Spakut kjo. Realisht ata nuk është se kanë çaluar në marrëdhënie me publikun, kur kanë dashur të japin mesazhe publike i kanë dhënë përmes intervistave dhe përmes kanaleve jo zyrtare, pra ne dim që shpeshherë janë bërë dhe mëngjese pune me gazetarët për të thënë që ne Jo, e fundit ishte ajo që pam takimi që udhëhiqte Neritan Sejamini me ç'mbaj mend, domethënë
Po, ata janë agjendë jo zyrtare. Ata janë takime që bën nga think tank që kanë nuk kanë lidhje me që kanë bën punë, ata bën punë studimore mbi lëndën e SPAK-ut, por nuk mendoj që prokurorët dhe vetë institucioni duhet të shfaqen si aktor politik apo si aktor mediatik. Mendoj që puna e tyre në gjykat vlen më shumë me paraqitjen e provave dhe me ndjekjen e krimit, sepse ne duhet të jemi edhe informues që çdo prokuror i SPAK-ut ka nga 45 dosje që heton çdo ditë. Pra ata mund të punojnë 8 orë, 10 orë, por prapë 45 dosje. 45 dosje. Po sepse janë mbi 750 dosje që janë të regjistruar dhe në SPAK, dhe secili prokuror ka dosje që duhet të shikoj nëse duhen bërë veprime. Ndjek njëkohësisht 45 dosje? Po. Po prandaj hetimet zjasin deri në 4 vite. Sepse 45 dosje imagjino hetimet si duhet. Ki parasysh një dosje është paktën 6 deri në 10 volume. Që vetëm ti lexosh. Tash prokurorët e SPAK-ut kanë dhe ndihmësa që janë të BK-s që janë oficerët policisë gjyqësor që bëjnë. Vetëm BK-s kanë, ndërkohë që nuk kanë ndihmësa ligjore që është kërkuar, ka 2 vjet që kërkohen ndihmësa ligjore, nuk i jep. Po, i ulët ishte se pash këtë planin strategjik. Nuk jepën ndihmësat ligjore. Po, domethënë kishte si objektiv ngritjen lart të këtij numri. Aty ka edhe një problem që thuhet dhe nuk thuhet. Çfarë ndodh? Ndodh që prokuroritë e rretheve shpesh herë çojnë dosje të panevojshme në SPAK. Që fare mirë ata mund t'i hetonin vetë. Për mos kompetencë. Për mos kompetencë çojnë në SPAK, SPAK-u ja kthen mbrapsht. I thotë ju është kompetenca juaj, por ajo harxhon kohë sepse dikush ata duhet të lexojë. Dhe ata i bëjnë me overload me punë detyrë që mos të fokusohen tek detyrat e tjera. Pra është dhe kjo loja midis prokurorive. Të pikë që Por unë mendoj që politika shqiptare, partitë politike duhet të kishin në fokus për legjislaturën e ardhshme fuqizimin e prokurorive të rretheve, sepse ne po shikojmë që në SPAK njerëzit çojnë dhe çështje që s'kan lidhje fare me SPAK-un, që me pronat, probleme. Si e vendos për shembull një prokuror te këto 45 dosje, si e vendos se kujt duhet i jap prioritet? Ja, po nuk është apo nuk është çështje prioriteti. Prokurorët bëjnë një pjesë, japin direktiva në raport me veprimet hetimore, që do të thotë prokurori ka në çdo dosje ka 1, 2 apo 3 agent të BK-s që bëjnë veprimet praktike hetimore. Prokurori jep direktiva, jep udhëzime në raport me mënyrën si duhet hetohet dosja, trajton bashkë me oficerët e BK-s aktet konkrete që duhen bërë për thëllimin e hetimeve, por nuk ndjek në vetë parë aktet. Vetëm në raste shumë të rralla prokurori ndjek në vetë parë aktet konkrete që kryen. Që thotë nëse duhet bëhen përgjigje bëhen nga BK-ja, nëse duhet bërë vëzhgime ambientale bëhen nga BK-ja, nëse bëhen sekuestro bëhen nga BK-ja, prokurori jep vetëm udhëzime dhe lëshon direktivat dhe urdhrat që duhen ndiqen nga oficerët e BK-s. Problemi është të gjithë të veprime që bën nga 10 vet, pastaj kthehen gjithmonë në një nyje që është prokurori që do të bëjë vlerësimin e tyre në raport me çështjen penale. Thonë është vërtet që janë shumë njerëz që punojnë për prokurorët, por në fund ditës prapë ke prokurori vjen materiali i kondensuar, në cilin referohet çfarë është gjetur nga hetimet e gjithanshme, çfarë probleme kanë, çfarë mund të provohet. Dhe këtë gjë prokurori duhet ta lexojë dhe pastaj mbasi ta vlerësojë dhe të vendosë nëse e përcjell apo nëse duhen bërë veprime të mëtejshme hetimore. Do është vetëm pjesa e punës për të lexuar dhe për të kuptuar çdo veprim hetimor që është bërë nga palë treta është jashtëzakonisht voluminoze. Më qenë sinqert. Dhe kjo nuk na bën derë, por duhet të thënë edhe një gjë shqiptarët bëjnë shumë krime. Dhe kjo është vërtet. Shqiptarët në krahasim me popujt fqinj dhe me popujt europian ka një statistikë për numër banorësh. Po ne shikojmë që në Europë janë rreth 7.000 shqiptarë që janë të dënuar apo nën hetim për disa vepra penale, kryesisht për drogë, për vjedhje dhe për vrasje. Kjo tregon që nëse ata janë 7.000 ande dhe
6.000 siç thuhet janë në Shqipëri apo 3.000 të dënuar, në raport me popullsinë janë shumë dhe të mendosh që mund të jenë vetëm maja e icebergut atyre që veprojnë pa u kapur dhe janë në këto qendrat e mëdha siç janë në Ekuador, në Kolumbi, po flasim për 5.000 shqiptarë andej, 5.000 në Dubai, 5.000 në Spanjë. Nëse ne marrim në tërësi këto numra dhe marrim nga ana tjetër që në Shqipëri janë vetëm 20 prokurorë të SPAK-ut dhe 60 hetues të BK-s, plus me 1.100 policë që luftojnë krimin, raporti është i çbalancuar komplet. Pra, janë një paketë përballë një shumice, po thua. Patjetër. Kështu që prandaj jemi në këtë pikë. Kisha merak trajtojmë, po besoj 10 minuta ta trajtojmë këtë. Regjia, insertin të lutem. Datën e ardhjes, unë ju garantoj që do vi, po e la si surprizë për Edi Ramën që t'i bjeri koks me tovolinë kur të vi. Nuk po ja u them se do t'a ketë surprizaj. Do vi. Sherif, do vi. Kris do vi. Tani, çdo gjë ju siguroj se çdo shpenzim i kësaj partie do të jetë transparent dhe në përputhje me ligjet e Shqipërisë dhe ligjet e vendit tjetër. Prandaj këtu nuk mund të ketë asnjë lloj aludimi tjetër. Jo, do jetë edhe në zyrë dhe online të dyja. Tani online e kemi çdo ditë sa për djeni. Jo, çdo ditë punojmë me te, funksionon me këshilla, me probleme, do ketë një njeri të kompanisë tyre të instaluar përfundimisht, ai do shkojë, do vi, do jetë, pra, kjo është praktike e punës me këto kompani konsultative elektorale. Lad, do doja një koment, thash, 10 minuta dhe fundit të emisionit, të paktën sot kishim këtë deklaratë zotit Berisha për sa i përket Lacivitas, i cili nga opozita domethënë po shikohet si shpëtimtari i madh i këtyre zgjedhjeve dhe zoti Berisha tha do vi në një ditë tha që normalisht do jetë surprizë për Edi Ramën. A lidhet kjo me se Lacivita duhet ta themi që është një njeri që është afër Kesh Patel, drejtorit aktual të FBI dhe Dan Bonginios, njerëz që e njohin mirë dosjen me Gonigo. Jemi përballë sindromit ardhjes së aleatëve, një sindrom i vjetër që kemi nga lufta e dytë botërore, që do ndihmonin forcat e djathta të ballit zogist dhe antikomunist në vendin tonë, pra prisim këto aleatët amerikanë që zbarkonin Shqipëri për ta çliruar. Vetë zoti Berisha për një kohë gjatë kishte hequr dorë nga aleatët amerikanë duke u thënë militantëve të tij që amerikanët nuk votojnë në Shqipëri, jeni ju me primarët tuaja që do i zgjidhni kandidatët, dhe Befas ka një piruet 180 gradë kur ai është rikthyer prapë tezës së fllatit që do vi nga Amerika dhe do fshi Edi Ramën. Nuk mendoj që zoti Berisha ka nevojë për këshillat e amerikanëve për të fituar zgjedhjet në Shqipëri. Ai ka 35 vite që bën fushata dhe njeh kushdo, njeh më mirë se cili do tjetër politikën dhe terrenin shqiptar. Lacivita është vërtet ajo që thoni ju ka lidhje të lartë në administratën amerikane, por në fundit në fushatën e Trump ai ka funksionuar si një person i cili bënte këto video ads-et që shfaqeshin në televizionet amerikane dhe targetonte fasha të ndryshme të popullsisë. Strategët real të fushatës ishin të tjerë, që ndoshta ne nuk ju a dim emrin, por ky merrej me një gjë specifike në fushat. Më e nevojshme për zotin Berisha do ishte heqja e numratës përpara 11 majit për të dhënë një mesazh që ai ka llogaritë e lara me administratën e re amerikane. Nëse kjo nuk do të ndodh, kushdo që vjen këtu në Shqipëri me rroba amerikane apo që na flet anglisht, shumë pak do ndikojnë në rezultatin e 11 majit. Denis, si shikon do thjesht do marr për referencë Dramën duke pritur Godot,
Samuel Beckett, edhe aty është e gjitha, pra çfarë simbolizohet aty? Shpresa ndaj ardhjes së një njeriu që nuk vjen kur. Pritja, pra edhe doktori ka shpresën shumë tek La Civita që nuk e kuptojmë pse e bëri atë spotin, se na ngriti te ne këshërin ku është tani, se ai bëri një spot para disa ditësh dhe duhet të vinte tani bashkë me Mediun. Mediun e kuptojmë që nuk vjen se ka hallin e procesit në gjykat, po La Civita pse nuk vjen? Që do thotë nuk është prioritet për të nga 1000 punë që mund të ketë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kjo e Partisë Demokratike Zot Berisha është një nga të 1000-tat. Pra nuk është një prioritet, sepse në momentin që është prioritet, sigurisht që mund të rinte edhe një javë në këtë vend për aq kohë sa ti ke nevojë që t'i japësh klientit tënd mbështetjen për zgjedhje. Dhe pastaj të largohesh. Kështu që fakti që nuk vjen do të thotë që dhe vetë doktori në buzëqeshjen e tij na e dha përgjigjen, që edhe po erdhi ka për të ardhur për të pirë një kafe, për të bërë një deklaratë dhe për t'ikur. Jo, se çfarë do jetë deklarata? Doktori nuk është se doktori me ardhin e tij në kupton që do vinë edhe ngjarje të tjera. Duke pritur godon pra. Duke pritur La Civitan, është shfati i Partisë Demokratike. Ndërkohë Rama, e ke parë Ramën se është i pranishëm në çdo mbrëmje. Në çdo mbrëmje shkon zonë më zonë. Sy. Jo, për leja të sy, se ajo është për gjithë publikun, po shkon zonë më zonë në PS, domethënë unë nuk isha parë ndonjëherë, mbase po na tregon se si është e formatuar Partia Socialiste. Në Tiranë po shkon në burse. Po ti pse pak është Tirana? Po shkon se Velia ajo burse. 37 vanda, jo Velia se kisha parë të shkonte në këtë formë. Po bravo, nga që s'është Velia. Jo, dakor, po Velia nuk i dilte tregon po doktori ku është? A është në Tiranë? Po dhe doktori bën një konferencë shtypi këtu, bën një takim ande këtej. Në Napoli ishte para disa ditësh. E ke parë doktorin në takim në Tiranë? Pa ka në Berlin pjesën, e bën mbulon. Jo, një sekond, që të përballet me Ramën. Do drejt jam tërhequr nga drejtimi i fushatës, po e drejtojnë të tjerë. Ku janë këta të tjerët? Po këta pse s'bëjnë takime? Po mi thojmë se këta e kanë hapur. Unë po të them strategjinë. Ku janë takimet e PD-s? Se s'po flasim për mendoj që ju të dy niseni nga një prezumim i gabuar. Që është? Ju niseni nga prezumimi që Berisha ka hyrë në këtë fushat për të fituar zgjedhjet. Jo, ato e ka Redi këtë prezumim. Nuk qëndron ky prezumim i Redi. Di pse ne të marrim dy fakte të tjera. Kush është ai lider opozite që Berisha. Është ai lider që ka hyrë në fushat për të mos fituar. Që mos ta bësh pyetjen kush, po ta them është Berisha që hyrë në fushat për të mos fituar. Kjo është si ajo që i thonin Bashës që në 2021-shin Berisha ja thoshte se sa kam thënë unë. Po mirë. Tash njëri kanë sicilianë një fjalë të urtë shumë të bukur që thotë lupo della mala coscienza ciò che opera pensa. Te njeriu që ka ndërgjegjen e pisët, si mendon ashtu dhe bën. Kështu që njëri që i ka thënë Bashës që ti nuk duhet të fitoje zgjedhjet se njëri dhe bën dhe vetë. Analizën mendore. Ta marrim ta analizojmë pse? Okej. E para punës nuk ka asnjë nevojë praktike që La Civita të vijë në Shqipëri për të bërë strategjinë e fushatës PD-s. Mund ta bëj fare mirë nga aty ku është, sepse ai nuk është individ, është subjekt. Nuk është një individ që do vi këtu, do ulet në vet, do ulet personalisht aty ke tavolina, do t'i mësoj këtyre të PD-s si bëhet fushata, do bëj strategjinë. Po ndoshta magjia e shqiptit mund të jetë ka një firmë. Po ç'firmë tash ne kemi qenë tu, kemi qenë bashkë, kemi qenë në 2005 ne bënte La Podesta, fushatën elektorale të PD-s. Dije që ti kush ishte aty? Se morën vetë. Mbaj ndonjë emër ti? Unë Podesta. Man ndonjë emër ti? Doli me në vend ai robi që foli? Jo. As me doktorin bën të tërë strategjinë e fushatës, as me doktorin nuk komunikoni fare, kishin ca të tjerë që komunikoni. Bën të tërë strategjinë e fushatës, e bën dhe në 2009 në njëjtë gjë, nuk i njihte njëri për emër. Që do të thotë, La Civita shitja, do të është diçka që po e shesim. Rama shet pasaportën europiane, do njëri është shet pasaportën europiane, do shkosh ti, do jetosh në Madrid. Ti nuk jeton dot në Durrës se nuk ke spital, nuk ke shkolla, po mund të shkosh të jetosh në Madrid, kjo është ajo të Rama. Kurse këtej thotë, ne thotë nuk ka nevojë të bëjmë strategji fushatë, se po të vi La Civita këtu dhe shqiptar, po për një herë do vendosë që të votojmë Partinë Demokratike se është La Civita. Ky është versioni më banal i të bërit një strategji fushate. Edhe kryetari i Këshillit Republikan, një nga bashkëkryetarët e Këshillit Republikan. Atëherë po pret atje ke Trumpi, ka zënë radhën ke dera që Trumpi t'i japi udhëzime se çfarë duhet bëjmë fushatë në Shqipëri, me fjalë që të vijë ai të sjellë pastaj Dorazi, se duhet kanali i sigurt për të treguar se si do bëhet fushata në Shqipëri. Redo, në PD të garantoj unë sot. Ai një herë që erdhi u arrestu Veliaj, kështu që
Po, kur Kalliçi tha që kujdes mos vjen para arrestimi i Veliajt u bë për të fshehur, për të mbuluar. Ashtu është. Tash shpresojmë që mos vi para datës 5, se është gjyqi i Berishës me datë 5. Po t'ishte kështu me këtë logjik do të vinte me datë 5 ai dhe gjyqi i Berishës duhet pushohej. Kështu do të ishte logjika. Po mbase pushohet, ku e dim? Po mbase i vjen dhe nuk pushohet pastaj. Pastaj kjo është histori tjetër. Sepse po të bëjmë këtë ti mendon që ai ai mund vi, mund mos pushohet dhe del bllof, pra ai do vi pas datës 5. Berishë do vi pas datës 5. Nuk mundet që çështja e Berishës vazhdoj për gjykim. Okej. Dhe pastaj lasivitat vi dhe thotë që thotë po unë nuk ndikova dot ke Spaku se bën narrativa për Veliaj. Aty për te shakave që bëjmë, që të bëjmë njëra serioz. Është pjesë e komunikimit publik, do vi në një ditë që do dali dhe do të plasë në një skandal i madh ka qenë në 2022 nga pasi një reklam që u shfaq në gjithë Shqipërinë në ditën kohë ishte kështu një thesi mbyllur dhe thoshte do hapet. Kur u hap thesi doli uji bureto. Thonë kjo është historia e Lasivitas, do vi, erdhën zgjedhjet ndërkohë. 11 maj është 40 ditë larg. Nëse ti bën strategji fushate për 40 ditë të fundit, unë nuk e di se çfarë do bësh në fushati. Se ne të dyve na kanë mësuar që strategjia e fushatës fillon 6 muaj përpara, fillon të tarohet rrugës, më rregullohet rrugës në bazë përqindjeve, në bazë sondazheve, centrohet, vet në shina dhe shëri shikohet, dhe 40 ditë të fundit je ke kulmin e zbatimit strategjisë fushatës. Qofse ky do vi 40 ditë që ta bëj strategjinë e fushatës, nuk e ka për këto zgjedhje, do e ke për një pas zgjedhje të tjera më mbrapa. Ndoshta ore kur të vi, nuk e kam problemin aty. Po respekton kodin zgjedhor. Ose po respekton për me 11 fillon zyrtarisht fushata. Me 11 duhet vi. Me 11. 11 prill. Po erdhi me 11 tregon që PD i ka punët aq mirë me fjalë se ka nevojë të bëj vetëm 30 ditë fushatë. 28 se 2 ditë janë ishte zgjedhore. Lad, si shikon këto zgjedhje me një fjali të fundit se? Po, fushata nuk ka nisur siç kishte nisur në 2021-shin, pra ku ne shikonim që dy partitë e mëdha kishin fushat, kishin çka tregonin qytetarëve, ishte më dinamike, dhe opozita kishte krijuar një vrull për rotacion politik. Ato që ajo kërkonte më shumë se gjithçka tjetër ndryshimin e pushtetit. Fushata tani ka nisur me qëllime destruktive. Edi Rama kërkon dekurajimin e opozitës apo të votuesit opozitar, bën gjithçka që votuesi opozitar mos të shkojë në zgjedhje dhe nga ana tjetër Partia Demokratike nuk po bën atë që kërkohet, që të çojë një dallë të madhe, një vrull për të çuar sa më shumë njerëz në votime. Në Shqipëri, që opozita të fitojë, duhen të paktën që të shkojnë në votime rreth 1.700.000 votues. Nëse ne zem që Partia Socialiste merr 800.000 vota, duhen që të kemi 801.000 vota, apo 802.000 vota që opozita të dali fituese në zgjedhjet e ardhshme. E ke futur këtu në ekuacion këtë votën e diasporës këtë herë, se janë 250.000. Po, 250.000, por ne do shikojmë se sa nga Shqipëria do dalin të votojmë. Dhe ti votua, kjo përcaktohet nga sa do dalin, nga qytetarët do dalin nga Shqipëria. Po, sepse ne dim shumë mirë që Partia Demokratike në zgjedhjet e 2023-shit, kur ishte ajo faza më ashpër e përçarjes së brendshme, i munguan rreth 250.000 vota në kutinë e votimit, pra që qytetarë që nuk dolën. A ka bërë që me këtë listë të dalin këto qytetarë? Pikë pyetje. A është fushata optimiste e zotit Berisha me fytyra të reja, me njerëz që shëndrisin dhe japin një qasje pozitive që t'i bind qytetarët që ndryshimi po vjen, ta mbështesin, t'i japim një dorë, pikë pyetje. Dhe mendoj që edhe dekurajimi i Ramës për votën opozitare, pra marrja atyre 300 petritëve të PD-s, të FRPD-s në Vlorë, dhe
etiketimi si Kënet, si Bufa, ata që mbështesin Berishën dhe vetë Berishën, bëhet me qëllim që të demoralizohet vot opozitare. Por kjo është lojë politike dhe nuk mund t'ju vesh faj. Dohon të dyja palët po bëjnë fushat destruktive, dy partitë mëdha, kur e kundra do t'ishte që qeveria, duhet kishte në fokus dekurajimin, por opozita duhet kishte optimizmin dhe nuk po e shikoj. Denis. Jo, unë mendoj unë e kam thënë kam përshtypjen që Rama pas këtyre zgjedhjeve do t'i rikthehet pak narrativës së nëngratës. Pra, nëse ka lënë tani dhe Berisha nuk po e sulmon në këtë moment, pas zgjedhjeve duke marrë një mandat 4 që nuk do jetë një mandat i mjaftueshëm për të bërë reforma, pra nuk do ta kapi 84 mandatin. Kam përshtypjen do e marr, por nuk do jetë po thua. Do jetë diku tek 75, 76 le të themi. Dhe reformat e mëdha, bindja ime është që do t'i bëj me forcat e reja nëse arrin të përfaqësohen. Prandaj këtu është e rëndësishme që edhe forca e Bashës përfaqësohet, po edhe forca e Alibet përfaqësohet, duke qenë se është një opozitë që do ishte shumë më e pranueshme. Pastaj u mbetet këtyre për të pranuar nëse do shkonin në bashkëpunim si për shkak për reformën në drejtësi, meqense, reformën në drejtësi për ato rregullime që ka nevojë, për ato ndihmë që ka nevojë SPAKu. Kjo do ishte një gjë shumë natyrale sepse realisht ka nevojë për të ndërhyrë në reformën në drejtësi, por jo me idenë që të bllokojmë duart e SPAKut. Dhe këto parti, prandaj them janë rëndësishme se janë partitë që në aspektin racional janë më të sakta. Pra, po dëgjosh Adriatik Lapajn vë duar në kokë. Unë po dëgjoja në një ndoli se ka filluar edhe ky del si gogoli tani, se nuk arrit të kuptoj, s'është dhe juriste, kupton shtetin ky njeri apo se kupton. Pra, nga kjo pikpamje, dy zërat më racional që shoh në opozitë janë dy partitë e reja të dala nga Partia Demokratike. Shpresoj që të përfaqësohen në parlament dhe në këtë mënyrë ne të kemi një opozitë racionale aty. Duke qenë se Berisha do ketë ata besnikët e vet, dhe me ata ose do shkosh te pazari siç u bër për kodin elektoral, ose reforma nuk bën dot. Prandaj, por kur s'ke numrat je i kushtozuar ta bësh reformën edhe me këta njerëz. Thubi, si djathtas për zhvillim e dua përgjigjen. Si e shikon situatën? Ajo që shikojmë poshtë në terren është që ka një numër goxha të madh qytetarë që janë të vendosur të mos votojnë më as për SPD. Dhe kjo është ndoshta fillimi atij që do të jetë që ne gjykojmë që duhet ndodhë jo me rotacionit politik, po e shëmbjes të sistemi. Ajo që ne kemi nevojë sot është të prishim një sistem bipartiak. Thonë që ti shkoj dhe asaj që thotë Denisi që kur shkojmë dhe diskutojmë për reformat, të diskutojmë për reformat. Me një pjesë të keqe të mos diskutojmë më për pazare. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Do ishte shëndetshme do ishte fillimi i fundit të tranzicionit shqiptar. Nëse vërtet duhet të bëjmë një ndryshim dhe ky është një ndryshim. Dhe kam përshtypjen Rezi që Rama, nëse ju jeni nesër faktor, u jep këtë mundësi që të ulen në tryezë për diskutuar realisht për problemin që ka vendi. Jam i bindur për këtë. Objektivi jonë është mos ta lëmë as Ramën të arrijë deri në nivelin e qeverisjes. Por këtë thua qeverisë, 71 mandate. Ndoshta atë se bllokon dot. Por, më thon, objektivi. Por ajo që është e sigurt është që nesër në parlament ajo gjë që do të jetë hajde të bëjmë reforma që shteti shqiptar ka nevojë. Që duan qytetarët fund. Po shikoni edhe programin që kemi, ne kemi vërtet nevojë për reforma kushtetuese në këtë vend. Jo më thjesht për arnime. Ne duhet të rindërtojmë të gjithë infrastrukturën shtetërore nga fillimi. Se këtu një ndërhyrje, kodi zgjedhor është më i keq kësaj radhe dhe kjo për fajt PD-s. Pra jo për fajt PS-s. Po të dy partitë. Jo, një sekond, nëse PS-ja nuk donte, nuk e votonte. Dakor, po PS-ja ishte detyruar. Mori votë diasporës, ishte pazari i radhës ishte. Të lëshonte diçka që të merrte diçka. Dhe lëshimet më të mëdha i bëri PD-ja, këtë po them pra, që ka nevojë për një opozitë që të jetë më institucionale. Që ta serojmë një herë dhe në mënyrë përfundimtare për gjithë teleshikuesit. Damian Gjiknuri përfaqëson të Partisë Socialiste në grupin e dialogut. Dhe ka thënë shprehimisht zoti Bytyk Bashi 3 fjali, ka thënë nëse ju zotërit dashur nuk vini me një propozim konkret për kodin zgjedhor, ne do t'i konstruojmë lista tërësisht të hapura. Dhe vendimi i gjykatës kushtetuese i interpretuar edhe nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve thoshte që nëse nuk ndryshoi kodi zgjedhor, listat në zgjedhje do të ishin tërësisht të hapura, të nuk do kishte as herës, do fitonte ai që kishte një votë më shumë se gjithë tjerët. Në këtë pikë, këtij presioni PD-ja ju përgjigj me
depozitimin e draftin cili mbylleshin listat nga njëra anë dhe jepej vota e diasporës siç e donte Partia Socialiste. Partia Socialiste në atë formë ka kërkuar votën e diasporës 100 vjet përpara Komisionit të Reformës Zgjedhore. Dhe i shton në mënyrë eksplicite jo, sepse ajo formë votimi e diasporës është totalisht jashtë kontrollit. Dhe nuk mund të lihet vota e qytetarëve shqiptarë jashtë Shqipërisë, krejtësisht jashtë çdo kontrolli ligjor.